Kristi, Mateo apo Gimbo? Me Kristi, patjetër. Me Kristi. Është artist. Të tjerët janë. Po për çiftin tjetër që janë ende, mendon që do zgjasin? Po me Selinën? Ai që What the fuck? What the fuck? Hey, ardhur. Jeni shumë energjik sot, nuk e di kush ju ka Ua, po ne që keni vesh me të bardha nga pantallonat. Ua fix dhe unë. Kostian, ti kur nuk do jesh, ti kur Unë nuk do jesh ndroj. meçi me ne të dy. Bëj çfarë do dua ti e duash. meçi me ty. Por Ti s'keni pantallona, do kanë brek të bardha maybe. zemra, mos kalo ne aty, të kurse lutem. detajet se nuk është një ditë kaq e bukur. Jo për të gjithë paktën. Unë nuk do e quaj një ditë jo të bukur, Se? po një ditë pak emocionale këto ditë, E duke vërtet. qenë se ka ndodhur disa dinamika në vilën më të famshme në Shqipëri të Andale. Ju tashmë e dini që nga vila janë larguar 4 personazhe. Dom, Megli, dom. Klea, Benardi edhe Blerta. Dhe të gjithë janë shprehur përveç dikujt, asaj. CEO-s së Andale. Dalinës. Dalina nuk është shprehur, ka zgjedhur të mos prononcohet Ka bërë deri vetëm në një këtë Po moment. ka bërë një story ku është shprehur shkurtimisht që love you all. I falenderon, dhe i por jo falenderon te diçka Instagram. më të thellë. Më tepër, çfarë si qyshtek. Por duke qenë se në What of a Show ne kemi ekskluzive dhe gjithë vipa zgjedhin What of a Show për të bërë deklaratat e Dalina tyre. ka pse jo. Edhe Dalina zgjodhi pikërisht What of a Show për të na folur pak më shumë rreth detajeve, si ndihet, çfarë Po. ka ndodhur. Dhe çfarë do ndodhi më tej me Andalen dhe sezonin Të e ri. shohim çfarë do thot Dalina. Okej. Kujdes, ë? Kujdes. Kujdes. Jo, me siguri. Hi. Dalina, na dëgjon? Hi, o zosh të What of Us. Hello Miss D. Hello. Hello. Më Tani vjen keq tomorrow, që punoni dhe pikërisht- në korrik. Një herë desha të thoja, më vjen keq që punoni dhe në korrik. Ço do bëjmë deri në 31 korrik ka është puna finale këto. a What of Us, jemi këtu në krye të detyrës. Por disa të tjerë nuk do jenë më në krye të detyrës dhe nuk do jenë më pjesë e Andales. Janë 4 starsat, Megli, Klea, Blerta dhe Benardi dhe të morëm pikërisht për të pyetur se si e ndjer ti për largimet e secilit prej tyre. Shiko, gjithmonë ka një keqardhje, kupton sepse unë, edhe ju e dini vetë, unë Andale, ne investojmë shumë tek secili. Edhe nuk investojmë pra të kalosh nga 600 veta në 100, në 80, në 20, në atë grup, edhe të krijosh mundësitë të krijosh çdo lloj mundësie për të bërë emisione, për të eksploruar, për të rritur etj, është investim. Në çdo lloj rasti, dua apo s'dua unë të kem më dikë, apo do apo s'do ai ajo të jetë më këtu. Se zakonisht gjithmonë njerëzit mërziten me të punësuarin, me sestarin apo si të quhet, kurse edhe për punëdhënësit patjetër që është investim, edhe ke një lloj keqardhje për këdo, se jemi si familje këtu, dhe ti e di shumë mirë, ju e dini shumë mirë që ne në këtë vil ham, flem, rrim gjithkohë, zihemi, edhe sidomos me ata, me Benardin, Blertën, Meglin unë e njoh prej kohësh. Kemi qenë që ditë e parë. Ato rrinin këtu, praktikisht Benardi ka hapur dhe ka mbyllur derën e vilës çdo ditë. Kështu që patjetër që ke një lloj keqardhje, por është okay, secili ka ciklin e vet. Patjetër që secili ka ciklin dhe ka udhësimin e vet për ta bërë brenda Andales, të rritet brenda apo të rritet jashtë është shumë e respektueshme dhe shumë okay. Dalina, gjithmonë kur ka largime, njerëzit ngren pikpyetje çfarë ndodhi, pse ndodhi, si, a ka ndodhur diçka apo thjesht mbaroi ai cikli që ti sapo the? Jo, nuk ndodh diçka me mua që ta dini. Duket sikur ndodhin shumë gjëra. Në historinë time ka ndodhur dhe largime të tjera shumë të bujshme. Vërtet. Edhe më vjen edhe qesha dije sepse njerëzit po qanin edhe thash, okay, tjetër histori si ajo e dikur e hostelit. Nuk është se ndodh diçka, por vetë vajzat e thanë që nuk kishin përqendrimin e duhur këtu. Andale është një media që është krijuar për njerëz të cilët duhet jenë 100% këtu. Nuk është fan. Ju e dini shumë mirë, është korrik, është 2 korrik. A jeni në punë? Po, me të gjata. Fatosi, a do iki për xhirime? Kostiani, a punon dhe aty dhe të marketingu? Artemisa, patjetër, të gjithë aty, dhe jemi 10 orë, 12 orë në punë. Kështu që po duhet jetë fokusi këtu.
Dhe ato vete, Blerta tha vetë që se ka fokusin, Megli ka dhe fokus tjetër, Klea e tha vetë që në një lloj mënyre dhe ajo hoqi dorë sepse nuk diente energjinë. Kështu që Benardi gjithashtu. Dhe ato janë shumë të mirë, ata të gjithë juve. Të gjithë ju jeni shumë të mirë dhe jeni with I love you, Andale loves you forever. Por kjo është punë, dhe kemi bërë një kontratë pune bashkë dhe kontrata e punës është një kontratë për qëndrimi total 100% në këtë produkt. Dhe ka njerëz të cilët në një moment të caktuar të udhimit të tyre duhet të shkëputen sepse dhe nuk kam fare faj, kanë shumë të drejtë, edhe unë kam shkëputur marrëdhënie shumë herë në jetën time, sepse nuk e kam pas fokusin aty. Ktu është vetëm çështje fokusi për të gjithë. Në momentin që fokusi humbet, atëherë jemi miq, jemi shok, por secili pastaj është në trenin e vet të jetës. Dhe mund të takohemi prapë. Unë me Megli për shembull jam takuar disa herë. Kemi bërë projekte, bile si thash me shaka që do jemi te Snob dyshi, a mund të vim prap? Unë kam mësuar rrugës që ta lë derën e hapur për të gjithë, por në momentin që ti shkel në derën e Andales, është vetëm Andali në jetën tënde edhe kaq. Vërtet. Gjemi Na e duaj neve. Po them që mos martori, mos bëni kalavaj. Po them që sa shkelni brenda derës. Po martove, ike, sigurt. Tu ka vënë vetëm për beqar. Dhe ato që vinë lidhur ndahen. Thuhet, thot legjenda. Nuk e di, nuk kam faju për këtë. Dalina, ne të falenderojmë Jo, shumë faleminderit. What of a show për ta bërë këtë deklaratë. Dhe jo të skandale. Jo të skandale. Jo të Faleminderit skandale. shumë. Jo të skandale, jo të asnjë program tjetër konkurrent. Faleminderit. I love you guys. I love you too. Bye, bye. Hi, ciao, paps. Ja më në fund dhe kjo dilemë. U sqarua, asgjë nuk ka ndodhur, asnjë debat, thjesht ka momente që njeriu e ndjen të nevojshme të largohet. Secili e ndjen edhe me veten e vet që kaq është e koha ime, ndoshta mund të jap më shumë në diçka tjetër, kështu që a do të na mungojnë ne patjetër që po, sepse a do mungojnë mua Blerta, patjetër që po, se do që kemi pas ato fërkimet edhe Ora sa energjia njerëzit nuk e di. Stop, mos ta bëj të qajmë tani, e lëm pas. Po nuk do E të lëm pas. Them prap sa do. Ti nuk e ndërmend të largohesh. Jo, ma vetëm për më hoqën, se unë vetë se lë. E ka vënë ai. Mos të vajta i bëra magjin fjerë s'pas ka Po funksionu. ti, mua më bëre magjin në vjetë. Nëse tani i lëm pas të gjitha këto, ne i urojmë patjetër shumë suksese kolegëve tan. Se uroke me vërtet. Tani bolla bolti. Dhe tani do kalojmë te ajo pjesa. Te pjesa e intervistës me VIP-in. Dhe ça VIP-i kemi sot? Një VIP i cili na ka rritur me këngët e tij, na ka mbërthyer në eksperiencën e tij të fundit, kështu që Dhe ka ardhur, vjen për së dyti herë për këtë këtë sezon. Por këtë herë vjen tek. Kush te është? ka të tjetrin. E ftojmë në studio vetëm pas siglës. What the fuck?